Përkundër sfidave me të cilat është përballur vendi vitin e kaluar përfshirë edhe mungesën e institucioneve, ekonomia ka shënuar rritje e sistemi financiar ka performuar mirë. Kështu deklaroi Ministri i Financave Hekuran Murati. Ekonomia ka performuar mirë, fytyrat buxhetore gjithashtu kanë qenë në ekzekutim ashtu siç ka qenë planifikuar, gjë që neve na ka mundsuar pastaj si qeveri, edhe pse ishim me kompetenca të kufizuara, të vazhdojmë mbështetjen edhe të sektorit privat, të ekonomisë, si dhe të ambisërive. Me rastin e përfundimit të vizitës zyrtare në Kosovë, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka nënvizuar se vendi ka ndërtuar një disiplinë të mirë financiare. Presim që inflacioni të shkojë 2% deri në fund të vitit, por duhet pasur parasysh që ende vazhdojnë disa rreziqe dhe politika duhet të rikalibrohen në përputhje me këto rreziqe. Sa i përket politikave fiskale, Kosova ka ndërtuar një historik të mirë të disiplinës së mirë fiskale viteve të fundit, me një deficit të ngadalshëm dhe borxh të ulët publik. Në vitin 2025 deficiti është thelluar dhe kjo pjesërisht ka ndihmuar që të zbusë ndikimin negativ të ngërçit politik. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, potencoi se kanë bërë progres në zbatimin e rekomandimeve të mëparshme. Tutja i theksoi se miratimi dhe publikimi i ligjit të ri për bankat përbën një reformë madhore e cila forcon qëndrueshmërinë e sektorit bankar. Kosova ka bërë një progres të qëndrueshëm në gjitha fushat e reformës, puna gjithëpërfshirëse në stabilitetin financiar, në mbikëqyrjen financiare, në pagesa dhe digitalizimin e shërbimit financiar, në qeverisje, në transparencë, në fushën e parandalimit pastrimit të faras financimit të terrorizmit dhe integritetit sektorit financiar në kriptoasete, në mbrojtje të konsumatorëve, dëshmon përkushtimin tonë të palëkundër në rrugën e stabilitetit financiar. Gjatë qëndrimit në vend, përfaqësues të FMN-s dhe përfaqësues të shtetit kanë diskutuar rreth zhvillimeve makroekonomike e financiare, perspektivën ekonomike dhe prioritetet në sektorin financiar.